Për 2 net me radhë, skena e teatrit Migjeni u pushtua nga zërat e fëmijëve, të cilët sollën mbrëmje magjike në edicionin e 30 të Bilbilave të Vegjël të Shkodrës këndojnë. Artistët e vegjël që premtojnë për skenën e të nesërmes dhuruan emocionet të jashtëzakonshme tek publiku, por edhe juria profesioniste, që në përmbyllje të këtyre 2 netve shpalli edhe fituesit. Sjara Toska mori çmimin e parë për kategorinë e klasave nga e para në të tretën, Dion Bushokaj për kategorinë e klasës nga e 4-ta në të 6-tën dhe Davis Zefi për kategorinë e klasave nga e 7-ta në të 9-tën. Një mbrëmje ku interpretimet e veçanta riksollën edhe kujtime, mes të cilave një moment i veçantë ishte ai për të përkujtuar një prej emrave që i ka dhënë aq shumë artit dhe kulturës shkodrane, e veçanërisht kur flitet për organizimet që kanë të bëjnë me fëmijët. Profesor Kujtimalia u kujtua nga të gjithë në këtë mbrëmje si njeriu i cili dha aq shumë festivalit të fëmijëve, por dhe Bilbilave të Vegjël të Shkodrës këndojnë, 2 organizime të cilat ai i kishte për zemër dhe që punoi gjatë gjithë jetës së tij për të rritur në nivelin artistik, por dhe për të lidhur më shumë fëmijët me artin dhe kulturën. E sot organizatorët, në përmbyllje të këtij edicioni të 30 të Bilbilave të Vegjël të Shkodrës këndojnë, nuk i fshehin emocionet e këtyre arritjeve dhe asaj çfarë premton Shkodra për artin dhe kulturën në tërësi. E lumtur që ka shku gjithçka mirë, e lumtur që kena pas një mbështetje të madhe nga publiku, sigurisht ku ka më mirë kur gjithçka finalizohet me një spektakël tillë dhe me kaq shumë emocione. Sigurisht që i kam borxh mësus kujtimit, i kam borxh kujtimeve të fëminisë teme për me kënuat këngë. Dhe besoj që ka marrë emocione ma shumë se asnjëherë. Ka më mirë se të shpërblet në këtë mënyrë. Pra nga mosha 6 vjeçare deri në klasë të 9, këtu u bë një garë që kemi 3 muaj që selektojmë fëmijë, kemi kaluar rreth 1000 fëmijë duke ndëgjuar përshëndetje me këtë rast edhe mësuesat e përkushtuar, prindërit, por vetë Shkodra si tushë nxjerr të tillë talente dhe shpresojmë ta mbajmë këtë traditë. Skena, duartrokitja, dritat, njerëzit kanë qenë ajo që unë kam dashur me mush shpirtin, kështu që besoj ja kam arrit asaj që unë kam dashur me e pas si fejs Bilbile. Kisha shumë emocion, e para sepse unë kam diskutuar me mësues kujtimin për 30 vjetorin se si mund të ishte, dhe ndërkohë që ai sot nuk ishte me ne, kisha kujtime, dëshirën, mallin. Për mua ka një person shumë i rëndësishëm, edhe sot është një shumë mungesa e tij. Kjo skenë mbart emocione të forta, që shpërndahen nga do, edhe tek ata që e ndjekun, por ata që e vlerësojnë kanë një përgjegjësi shumë të madhe. Unë mendoj që të gjithë është një si slogan janë fitues, po vërtet janë fitues. Ishte shumë e vështirë për të nda ato gram që ndajnë nga njëri vend nga tjetri. Megjithatë, unë do të thosha se ky është festivali i vlerave. Bilbilat e Vegjël të Shkodrës këndojnë, tashmë jo vetëm e kanë një traditë, por është një rrugë e cila premton shumë për talentet e të nesërmes, që brez pas brezi ruajnë dhe përcjellin traditën e bukur që Shkodra ka në këngë.